Arkimetin, sose i na njoftë ka thonë Mrambilës në live, i na njoftë me strajca në shpinë, shumë e vërtet. Për 3 vjeç që jam nis me shku me ra njonin se më ka sha në Romë. Jam ka da më këthuj në shpi, nuk jam nalë më këthuj në shpi, po kam shku me tren me kryj muhabetin. Kur këna marrë se Arkimetin në Romë, kam net një 4-5 ditë në hotel me Arkimetin, me strajca me veti. Arsyeja ka qenë sepse kena pas një hall përbashkë asaj kohe, Arkimetin. Nuk kena fut nejt bashkë për shef, për një hall përbashkë. Muhabeti ishte që ai e pash se nuk ka nej qëllim serioz, kreva hallin tem Arkimet e u ktheva në shtëpi. Unë e kreva hallin tem, që kam marrë me strajca. Edhe një të strajca kam për t'i marrë edhe për ty, në shtëpinë e marrë drejt teje. Tani, përderi sa ti fole, arën je për t'kan rejnë burgje, je për pjerdhen të këta e muhabet e kodit. Bajlesh, njët një Shqipëri për se më rënë TikTok, flasë për djemë të manë. E din kush jam, e din se si jam si dhe burgjeve, me djemë të mirë më kanë dashtë e respektu dhe përkëra. Djemë të kësi i kam thëjnë në kërsh, i kam thëjnë në bellë. Kush e din se mi të rësën për. Për dhe sa fletisht u poshë në pen vajlesh e se më rëgut fare. Në të më thonë të më thonë në full të për trava me muhabet ka se i njëri më i degeneruar sot për sot. Në rritët socialin, trevat shqiptaris, ka flitet shqip, i njëri më i degeneruar. O vla, unë i kam rra një 30 në TikTok, e ti në tënë Shqipëria. Me të forte, pa të forte, kush më ka shua e kam rra. As një s'ka pranu më në puth. Më kam thonë në më rahes të puthej. Po flasim për ta që i kam rra, që ditë Shqipëria, dhe më thonë, një 30. Tonë që ka i kam rra, kanë hangër leva, kanë hangër shkapi shpenz, gërusht, ashqenë, më kanë thonë zhuj, vlasë, rëpë në me të puth, nuk të puthim. Në krejtë rritët sociale, që janë ra, i vetëmi që mësë kanë ra, i ke puthi e ti. Dhe unë jeni gradash rrëva. Një po gradash me cilën ka dalë punë. Po për të ndajnë 70-90% të rase me gradash rrëm ka ra, për jashtime, që zbunë ka. Po që i edhe spionën në kërkan ditë. Që i e spion, nuk e kam ditë me prova kështu, por ka një shprehje në Malësi, ku thuhet frukti nuk gëzohet larg prej pemë. Do të ndajtën përveç se këngëtar, me shkrujt emrin tuaj në YouTube, që ose shkruaj familja Lusha në YouTube, më del ti si rapper, më del lutat të lanë deklarata në për sala zyzesh. Do më thonë, nuk është se jeni njoft në herë për burrat mirë. Unë që se shkruaj emrin, unë në familjen ty nuk ta shaj kur pa hinë dhej për zjallet. Edhe si kur kemi tu në qement, të të shkel, po supozojmë, pa shatë vërë bave nanën s'ta shaj, as familjen. Kur, edhe me pas në kom të shkel, ti, e kush më ka shonë në TikTok, gjithmonë kanë qenë mbi 1000 kilometra distancë. Asë një herë ma pak, 1000 kilometra distancë. Me shoh 1000 kilometra distancë është ullje. Për ty, je për mu. Qysh se fillova problemet me ty, me datën 16/4/2026, kontrol, në gjes, gjok jam unë, që gjok, okej. Kontrol në gjes, pështova. Po me datën 16/4/2026, të më thonë që këtu ishe edhe orë, apo? E se pas kanë shkrujt orën këto. Po nëse këtu kontroli rezulton viz, asisen, pështova i herë prej teje. Po me datën 16/4/2026 në orën 4:50 minuta, kur folem shqiptar, prap ke shkrujt këtu të burgu, edhe më zhenhet një smartphone link për poshtë raftit në gjermanisht.
Po në njëjtën ditë, 2 kontrolle, shifi mirë, këtu rezulton pastër. Po në njëjtën ditë, 2 orë mrapa, një plasë dhe më zonë telefonin. Në gjatë tani. Në gjatë fushë. Si të thash edhe herë. Mos në ketë dëmtu se 2 mirë të telefon në apjetën ta. Por, ku e rënë herën e parë nuk ma zonën, që Zotit e pa ta që një dhomë tjetër. Mura mrapa të shkrujt prap me ta, u habit, qëner kërë pas ka tërë telefonin, e ka marrë prap. 2 herë me në ditë e 6 orë kontrol. S'ka ndollë në histori të burgjeve. Po kur e ke hasmin spion ndollë tjo. Se të tash edhe herë nuk habitën, për spion se kam ditë, po tash e mura vesh. Nuk habitën për ty që e spion, tash edhe se që se shkruj familja Lusha, në delti, edhe në delutat të lonë intervista e konferenca në për e deklarata në përgjigje, si kratë dëshmitarë. Në fakt, nuk kanë shtirë me kuptu si e spion. Në qovë se unë e du me vra filanin, unë me shokun e ngush flasë. O shok, e kam da mene me vra filanin. Jo, s'ka 3-4 ditë që këllon deklarata janë morë 100.000 euro ka parë në Shkodër, që do vrahet filani. Po kjo nuk kanë spion dhek. Që ose t'i del, ja thu, që kam një informacion që filani ka për të bra, se filani ka marrë 100.000 në Shkodër. Tani, normal se s'dihet kush i ka marrë e kush i ka lanë. Ama dihet viktima që do vrite. E në këtë rast, policia do hinë hetime, do venë përgjime. Po ti e spion. Për të pak. Të lutëm vesh 2 minuta, mos Jo, thosëm këta muar. Qëse ti delethu që shok, kush ta ka dhënë informacionin ty për 100.000 që janë vënë në Shkodër? Vesh një shok, se nuk nëse del, kush më thonë TikTok kam pagu 100.000. Shvet që spion prap. Me shoh mbi 1.000 km distancë nuk ka 3.000. Të regon vetëm dobësi. Unë s'shaj ty. Për mu, familje jo të bëftë 100 vjeç, shokët e tu të rujtë Zoti, rrethin tanë të rujtë Zoti, kush rrinë mërë pa ty e rujtë Zoti, kush niset për ty drejt me e, po shofë në paqë. Unë jam burë, se jam burë për jeqë, jam burë mojorë, do dalë. Ose do të më bashkë vëmë, ose do të mbajë vëmë. Për Zotën po, u ti mund ty. Pa ditë prapë. S'është në problem. Telefona kena bo lek, kena bo, të nej kena faqen e barë. Sa i përket muhabeteve rrahjeve që flet ti, tash, një jetën temes më ka prej kush ftyrën. Kua?